Përshëndetje të gjithëve, drejt për së drejti, ky është edicioni informativ I lajmeve ai orës 15 në ekranin e Report Televizion. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Djela do t'i ofrojë nga një fëmijë të saj që do të asistojë te 83 deputetët socialistë, duke I ofruar ndihmë për ligjet e Bashkimit Evropian, madje edhe për replikat në kuvend. Ministri e Inteligjencës Artificiale ishte për krah kryeministrit Edi Rama në forumin global të dialogut, ku dha dhe intervista live. Përmes batutave, Djela ju përgjigj moderatorit se ekziston fal kreut të qeverisë, ndërsa Rama e quajti atë një vajzë besnike ndaj babait. Përfundojnë mbrëmë afati për dorëzimin e kandidaturave për 5 bashkitë që më 9 nëntor do të zhvillojnë zgjedhjet e parakoshme. Në 3 bashki në garë janë vetëm 2 rival, por në matë Vlorë, përballë kandidatëve dhe zyrtarëve të mbështetur nga PS dhe PD, garojnë të pavarur një socialiste dhe një demokrat të zëmuruar me partitë. Inxhinieri I ndërtimit Guridashi, babai 2 fëmijëve, humbi jetën gjatë punës në kantierin e autostradës së re Elbasan Rogozhin. Paraprakisht dyshohet se inxhinieri 42 vjeçar aksidentalisht nga një ure lart teksa po drejtonte punimet për ndërtimin e saj. Policia arreston drejtuesin teknik të kantierit për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë. Prej 9 vitesh kur fitoi betejën me kancerin e gjirit, 54 vjeçaria nga Kuksi Rita Kastrati është bërë zëri I ndërgjegjësimit për gratë dhe vajzat. Çdo tetor ajo vishet roz për t'ju kujtuar grave të mos neglizhojnë kontrollet dhe gjejnë forcën për të luftuar me sëmundjet. Në Kurjan të Roskovecit dhe në Cakran të Fielit ka nisur vjelja e ullirit, por fermerët përballen me përgjysmimin e prodhimit prej thatësirës. Vaji I ullirit po shitet me 800 lekë për litër dhe fabrikat kanë gjetur treg në Itali. Pas tensioneve mes 2 presidentëve I dërguar I Kremlinit mbri në SBA për bisedime, takohet sot me Steven Witkoff. Presidentja e Komisionit Evropian van der Leyen bën thirrje për pavarësinë e Evropës të energji, lënë të parë si dhe mbrojtje. Në situatë e padëgjuar në sportin shqiptar, një volejboliste braziliane që luan me Dinamo në shpezulluar pasi disa skuadra kanë kërkuar që t'i nënshtrohet testit të gjinisë. Vllaznia dhe Pogradeci dyshojnë se 32 vjeçaria me karrierë ndërkombëtare mund të jetë transgjenore. Braziliana bën testet, por ankohet zyrtarisht për diskriminim.